Bashkimi Evropian I dhuron Ukrainës 90 miliard euro. Dhe pyetja është pse? Si është e mundur që në një periudhë kaq delikate dhe në një krizë ku po kalon jo vetëm Evropa, por edhe gjithë bota, t'i dhuroj Ukrainës 90 miliard euro. Pra ku qëndron hilja, sepse duhet të ketë një hile. Askush nuk të dhuron gjë, apo jo? Megjithatë unë zbulova diçka që doja ta konsumoja me ju, se ndoshta së bashku mund të gjejmë zgjidhjen ose mund të zbërthejmë ekuacionin. Ndiqeni me kujdes dhe kush është rastisht nëse nuk e keni bërë ende, lidhuni me këtë faqe që të shihemi sërish dhe faleminderit që jemi prerë bashkë. Atëherë, Bashkimi Evropian ka lëshuar një dekret që do t'i dhurojë Ukrainës pra 90 miliard euro. Dhe këto do janë borxhe në të vërtetë, sepse do të mbledhin këto para, pra me kalimin e kohës, dhe do t'ja dhurojnë. Do t'ja dhurojnë, Bashkimi Evropian ja dhuron Ukrainës për armatime, për ekonomi, për çdo gjë. Dhe do t'i nevojitet për të ecur përpara. Tani, pika 1 që është e rëndësishme. Pse duhet t'i dhuroj Ukrainës kur ne gjendemi në një situatë, pra gjithë Evropa gjendet në një situatë kaq delikate? Për çfarë arsye? Çfarë I intereson pra Bashkimit Evropian Ukraina? Për çfarë arsye? Dhe tjetra, gjatë këtyre viteve, pra që kur ka filluar lufta deri sot, Ukraina ka investuar më shumë për armatime, pra për të luftuar kundër Rusisë. Asgjë tjetër, më tepër, sepse kanë ngrënë dhe me fjalë shpenzimet e ushqimeve dhe sepse teknologji tani është pothuajse për tokë. Gjitha infrastrukturat pothuajse janë për tokë, pra nuk është se ndërtohet. Por çfarë ka marrë deri tani? Pra I ka shpenzuar për luftë. Dhe një pjesë e madhe e këtyre, shikoni tani, pothuajse deri tani Ukraina, që kur ka filluar lufta, konflikti ka filluar në vitin 2014, por aty nga viti 2020 filloi më fort, pra konflikti mes Ukrainës dhe Rusisë, dhe në vitin 2022 shpërtheu. Nga viti 2022 deri sot, të paktën ato që janë deklaruar, janë rreth 200 miliard euro të dhuruara Ukrainës nga të gjitha vendet. Dhe pyetja është ku I çon këto miliarda? Çfarë bën me to? Pra lufton, sepse krijon arsenale, ka ushtri, shpenzon pra për këto. Tjetra, doja t'ju thoshe që përpara se të fillonte, në vitin 2020 mora të dhëna për këtë, në vitin 2020 Ukraina kishte një pil ose një buxhet shtetëror 150 miliard euro. Total 150 miliard euro I të gjithës çfarë lëviz, pra ekonomia që lëviz brenda një vendi. 150 miliard, që nuk është shumë, sepse duhet të dini që Ukraina është tepër e madhe, pra një vend shumë I madh, pra si territor po flas. Dhe pikërisht pra, duke filluar nga ai vit, pra nga viti 2022 deri sot, është shtuar buxheti në vend që të ulet, sepse është shtuar pikërisht pra nga ndihmat që janë dhënë. Thash që deri tani ato që janë deklaruar janë 200 miliard euro të dhuruara Ukrainës deri tani. Por pyetja është ajo më parshme. Pse duhet ta ndihmojmë tani Ukrainën, t'i marrim borxh ne për të ndihmuar Ukrainën? Mirë, atë që zbulova unë, tani do t'ju them. Atëre, unë nuk e dija, por e lexova sot, sepse thash ka një truk këtu. Si kemi ne shqiptar do burr, ne bëjmë gjithmonë ato llogaritë të tjera, apo jo? Edhe unë doja të kuptoja pse Evropa duhet të bëjë këtë lëvizje. Atëre, duhet të dini që Evropa, unë nuk e dija, euro diçka që nuk më vjen tani, nuk e mbaj mend si quhet, euro nuk më vjen, që mban një asetet e rusëve në momentin që ndodhi konflikti, nëse mbani mend, disa prej aseteve u bllokuan, të Rusisë po flas. Dhe një prej këtyre, pra një kompani që nuk më vjen tani, Euroclear, e shkruajta që mos harroj. Euroclear mban pra të Rusisë të bllokuara asete që janë para, kesh të këtyre oligarëve, të lëvizjes parave, pra të gjitha parat që ishin jashtë Rusisë, që gjenden në Bashkimin Evropian, 184 miliard euro. I mban të bllokuara që atëherë që filloi konflikti, nëse mbani mend. Okay? Tani, çfarë po bën tani Evropa? Dëgjoni me kujdes. Tani thuhet disa konspiracionistë thonë kështu. Në qoftë se ju e dini që ato ligjet e luftës janë këto. Kush humbet fiton. Pra në këtë rast po presin që të humbasi Rusia. Dhe Rusia pasi thuhet që do largohet Putin etj, dhe kur vi momenti që do humbasi luftën, sepse do ta lë
Ukrainën, Rusia sipas ekspertëve, pra Ukraina do bëhet e Bashkimit Evropian, sepse duan ta marrin më vonë kjo. Por në moment që do mbetet një republikë më vete, ose një vend më vete, pra autonome, nga i moment do kërkoj të dëmet e luftës. Dhe Rusia nuk do t'japi kurrë ndoshta, por këto të ardhura që janë bllokuar, pra asetet që janë bllokuar te kjo shoqëria që u thash më para, Euroclear, kjo i ka 184 miliard euro. Dhe tregohet që në qoftë se Rusia nuk do të ndali luftën, do t'i kalohen, pra këto para që janë në të vërtetë të Rusisë, nga Euroclear, që është në Belgjik kjo, mos gaboj kjo kompania, do t'i kalohen pra Ukrainës. Kështu që këto 90 miliard është e vërtet që do t'i marri borxh, pra nga borxhet e veta Evropa, sepse do t'i mbledhi gjatë viteve, gjatë kohës, por ç'është e vërteta, në fund mendohet që do t'i marri nga ky aset, ose nga kjo shumë, nga shuma 184 miliard. Dhe ky është aset i parë, 90 miliard, pra i dhuruar për Ukrainën nga Bashkimi Evropian. Tjetra që zbulova, që padyshim shumë për ju shedin, por unë dua ta diskutoj së bashku. Ukraina ka rreth 600.000 kilometra katror, pra është territori i Ukrainës, që është, ju kujtoj, Shqipëria, Greqia, Kosova, Maqedonia, Malizi, ndoshta edhe kjo Bullgaria deri në ish Jugosllavi, në Serbi, kaq e madhe është Ukraina. Nuk e di më kuptoni apo jo. Një madhësi kaq e madhe, pra një territor kaq i madh që mund të ushqej miliona njerëz, mos themi dhe miliarda. Kështu që mundet që të jetë kjo arsyeja dhe një arsye më shumë për të luftuar, pra Bashkimi Evropian që të mbaj me buk Ukrainën që të fitoj luftën, ju si thoni. Dhe tjetra, thuhet që resursat ose pasuria që ka Ukraina janë pothuajse të barabarta me gjysmën e shteteve që gjenden aktualisht në Evropë. Pra, Evropa, që janë tashmë 27 sa janë shtete që bëjnë Bashkimin Evropian, gjysma e tyre, atë çka prodhojnë, pra pasuria që kanë, është e barabart me pasurinë që ka Ukraina. Mundet që edhe ky të jetë një shkak më shumë përse Evropa po lufton për Ukrainën. Tani, Ukraina gjendet pothuajse pranë Evropës, sepse është në periferi të Rusisë. Por doja t'ju thosha edhe një herë, unë kur filloi kjo përplasje, ky konflikt, ja thash dhe atëre i gjeni për video, thash nuk do mbaroj shpejt, do mbaroj shumë vonë. Ndoshta kur nuk do të jetë më dhe Putin. Dhe me sa duket, jo se jam një e profetizova, por parashikimi me sa duket do të jetë i vërtet, sepse, siç ju thash dhe më përpara, vetë Bashkimi Evropian tani thuhet që po presin dal nga dal derisa të dali Putin nga politika, derisa mos jetë më, dhe deri atëherë do të vazhdoj kjo përplasje, pra ky konflikt me Ukrainën, dhe pastaj në fund, kur të dorëzohet, pra Rusia, do të kërkoj Ukraina dëmet e luftës, që nuk do t'ja jap Rusia, dhe Bashkimi Evropian do përdori asetet që ka bllokuar të Rusisë, pra që gjenden në Bashkimin Evropian. Dhe mundet që t'jetë kjo lidhja pse Evropa po ndihmon Ukrainën, ju çfarë mendimi keni? Se të gjitha këto duken sikur përputhen në mënyrë eksakte. Megjithatë, normal që ne gjendemi në një situatë vetëm vëzhgimtar. Me fjalë, ne shikojmë nga larg, ne nuk dimë se si po ndodhin gjërat në të vërtetë. Ndoshta ata ekspertë që janë pas këtyre gjërave dhe që i shikojnë dhe janë largpamës dhe i shikojnë me një sy tjetër, ndoshta këta kanë disa sekrete që mund të quhen, të cilat ne nuk i njohim. Dhe ne flasim ndoshta në ajër, flasim ndoshta sepse nuk i dim në të vërtetë thelbin e këtyre lëvizjeve. Por sidoqoftë ne duam të kuptojmë sepse sidoqoftë çdo gjë që do bëhet atje bie mbi ne, pra bie mbi popullin.
Kjo është e garantuar. Ata politikanë që janë atje duan apo nuk duan, ata e dinë shumë mirë që është populli ai që do e vuan më vonë, sepse politikanët janë atje vetëm për të dhënë urdhra. Dije sot nesër, do t'jenë ata fëmijët e tyre, kushërinjtë e tyre e tjerë. Por është populli pastaj sepse bjemi popullin, sepse ata kur japin urdhra, është populli që ekzekuton, është populli që punon, është populli që jep taksat. Kështu që pres komentet tuaja çfarë mendimi keni, sepse siç ju thash, bie mbi secilin prej nesh. Kalofshi bukur.